بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالأندرويم dhe lavdrojmë Allahun lartësuar ashtu siç e meriton Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Selamat ja dërgojmë mësuesit e Aziz Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar dersin e 70 me radhë nga tefsiri i Kur'anit famlar, gjithsesi surës Al-Baqara. Ku neve në dersin e kaluar shpjeguam 3 ajete ku Allah subhanahu wa taala i urdhëron njerëzit të hanë nga ajo që Allah xhallahu ala ka bërë prej të mirave dhe të lejuarave nga toka, mos të ndjekin hapat e shejtanit të mallkuar, sepse ajo është armik i hapit të njerëzimit. Pastaj Allah azza wa jalla na tregoi që ju drejtuam mushrikëve që e kanë obligim për pasimin nga ajo që ka shpall Allah azza wa jalla Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe jo të ndjekin hapat e paraardhësve të tyre në të kotën. Dhe pastaj Allahu xhallahu ala na tregoi shembullin e tyre që thirrsi i drejtë që i thret njerëzit që si përgjigjen thirrjes në rrugën e Allahut, ju ngjasojnë kopeve të deleve dhe kafshëve, të cilët nuk dëgjojnë vetëm se za dhe britëm dhe nuk e kuptojnë ato që është duke i thirrë. Sot me lejen e Allahut të lartësuar do të shpjegojmë 2 ajete të kapitullit Al-Baqara, gjërësisht ajetin 172 dhe 73, ku Allah subhanahu wa taala ju drejtohet besimtarëve. Dhe ju thot: Ja ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. O ju të cilët keni besu, hani nga të mirat që ju kemi dhënë dhe falenderojeni Allahun e lartësuar, nëse jeni ndër ata të cilët e adhuroni vetëm Allahun e lartësuar. Allahu në këtë ajet po thot: Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu. Dhe ne kemi shpjeguar në disa raste që sa herë që vjen në Kur'an ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu, e ka për qëllim ata të cilët i plotësojnë 5 shtyllat e Islamit dhe 6 shtyllat e imanit. Allah azza wa jalla në ajetet paraprake ju tha njerëzve: Ja ayyuhan nas, o ju njerëz, hani nga të mirat që Zoti ju ka dhënë në tokë. Në këtë ajet po thot: O ju të cilët keni besu. Po e ngushton rrethin për arsye se njerëzit nuk po i binden një shumicë të tyre urdhrave të Zotit se çka është e lejuar dhe çka është e ndaluar. Ju drejtohet besimtarëve nëpërmjet Kur'anit famlar. O ju të cilët keni besu Allah dhe pejgamberin e tij dhe Kur'anin famlar, hani nga ato që janë të mira dhe që janë të lejuara. Pra nëpërmjet këtij ajeti Allah azza wa jalla po na tregon se çka është halal dhe çka është haram. Për arsye se, po thot, dhe falenderoni Zotin në mënyrë që t'ja ushton ato mirësi. Pra kjo jetë na jep disa dobi. E para, falënderimi i Allahut azza wa jalla për mirësitë që na i ka dhënë i shton ato. Mohimi i mirësive të Allahut i pakson ato. Gjithashtu, kjo jetë na jep me kuptu që Allah xhallahu ala i urdhëron besimtarët me ato që i ka urdhëruar pejgamberët e tij. Ashtu siç ka në hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që thot: O ju njerëz, ja ayyuhan nas, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah është i bukur dhe nuk e pranon vetëm se të bukurën, nuk e don vetëm se të bukurën. Wa inna Allaha amara bihi al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Dhe Allah azza wa jall i ka urdhëruar besimtarët me ato që i ka urdhëruar pejgamberët. Me çka i ka urdhëruar pejgamberët? E tregon në ajet: Ja ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu s-salihan inni bima ta'maluna alim. O ju të tërguar, thot Allah azza wa jalla, hani dhe pini nga të mirat e mia, nga ato që janë halal. Hani, o pejgamber, o të dërguar, nga ato që janë halal dhe që janë të mira. Wa'malu s-salihan, edhe bëni vepra të mira sepse unë e di fort mirë çka jeni duke punuar. Pra Allah azza wa jalla po na tregon në këtë ajet: O ju të cilët keni besu, ju duni me i pasu rrugën e pejgamberëve. Ata e kanë ndjek rrugën e Zotit,
kanë ngrënë halal dhe kanë pi halal dhe kanë bërë vepra të mira. Dhe kanë falendëruar Allahun Azza wa Jall për të mirat që ka dhënë. Pastaj të dashur vëllezër, dobia tjetër në këtë ajet është që ngrënia halal është kusht i pranimit të duas. Këtë duhet me ditë muslimani. Ngrënia halal është kusht i pranimit të duas. Ngrënia haram nuk e bën robin që nuk mos më pranoj Allahu Azza wa Jall dua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar hadith që një njeri ka marrë rrugtim, është pluhnos, është lodh, i ka ngrit durë të lartë, e ka lutë Allahun Azza wa Jall, ju ka përgjëruar atij, të gjitha kushtet e duas i ka plotësuar. Pra prej kushteve të duas është që më të pranu më letë, është me qenë udhëtar, sepse Allah udhëtarit ja pranon lutjet. Me qenë prej atyre që është i përgjëruar, ju ka përull Zotit. E dyta, me qenë prej atyre të cilët i ke ngrit durë të lartë. Me qenë prej besimtarëve, mi thonë veti besimtarë, sepse Allah Azza wa Jall jo besimtarit se pranon dua. Gjitha kushtet e duas i ka plotësuar. Mirë po, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ngrënia e tij është haram. Pija e tij është haram. Veshja e tij është haram. Si t'ju përgjigjet Allah Azza wa Jall thirrjes tij. Pra ka pas pengesë. Edhe pse i ka plotësuar të gjitha kushtet për më pranu duaja, ngrënia haram, pija haram, veshja haram. Bëhet shkak që robët mos më pranu duaja. Prandaj dashur vëllezër, Allah Azza wa Jall po thotë ja ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hani nga të mira që kam i dhënë dhe falenderojnë Allahun Azza wa Jall, qofse jeni prej atyre që ja adhuroni vetëm atë. Nëse ne dëshirojmë që Allah më na i pranojë lutjen, do të më shikoj ushqimin ka e hajër. A është halal apo haram? Rruga e tij, a është e drejtë apo s'është e drejtë? A ka hile në këtë rrugë ajo? A e ke mashtruar dikon kur e ke marrë çat pasuri? Kur e ke fituar çat mall? Kur e ke fituar çat rrugë? A e ke mashtruar dikon ajo? A i ke hinë ak dikujt ajo? A e ke halal 100% ajo? Sepse është pengesë e pranimit të duas. Është pengesë e pranimit të duas. E Allah Azza wa Jall po thotë ju kam urdhëruar me ato që i kam urdhëruar pejgamberët. Sepse thotë Allah Azza wa Jall, Allah është i bukur e don të bukurën, nuk e pranon gjërën e dytë. Nuk e pranon gjërën e dytë. Prandaj ne duhet me pas kujdes. Ajeti në vazhdim na bën me dije çka na ka ndaluar Allah. Në këtë ajet po na urdhron me hangër ato që është halal dhe e mirë. Ajeti në vazhdim thot inma harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahma al-khinzir wama uhilla bihi li ghayri Allah. Thot me të vërtetë Allahu ju ka ndaluar juve o besimtar çoftinën, ju ka ndaluar gjakun haram, ju ka ndaluar mishin e derrit dhe ju ka ndaluar ato që është e therrur jo në emër të Allahut. Ju ka ndaluar ato që është e therrur jo në emër të Allahut. Shkoj me radhë. Allahu Azza wa Jall e ka ndaluar çoftinën. Është haram muslimani me ngrënë çoftinë. Çka është çoftina? Çoftina është një kafshë e cila nuk është therrë sipas shariatit të Zotit. Nuk është therrë si kafshën e fet, nuk është derë gjaku i saj. Ose ka ngordh vetvetiu, ose është varr dikon, ka mbetë varur derisa ka ngordh, ose është shpu nga dikush, po nuk është therrë në mënyrë shariatike derisa ka ngordh, ose është e ngrënë nga kafshët e egra. Kjo është çoftina në Islam. Çoftina është e ndaluar, është haram ngrënia e saj. Është e haram, është e ndaluar ngrënia e saj. Përveç në dy raste. Gjitha çoftinat janë haram në Islam. Përveç dy çoftina janë halal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyet nga sahabët e kanë ujë dërgumi Allah. Ne jemi njerëz të cilët mirë me tregti. Lundrojmë në det. E kem halal ujin e detit për abdes? A është e lejuar edhe a është e lejuar me ngron ngordhsinat peshqit e detit që i gjejmë të ngordhur
dhe i ka qit uji. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigje ka thonë, uji i detit është i pastër dhe coftina e tij është e pastër. Coftina e detit është e pastër. Peshku që është në det i ngordhur është i pastër. Më dhe pse është i ngordhur, lejohet ngrënia e tij. Gjithashtu ka një hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton Imam Maliku në Musnedin e tij, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë uji i detit është i pastër, kurse gjallësat e mbytur në det janë të lejuar për të ngrënë. Gjithashtu ka një hadith prej Imam Shafiut, Imam Ahmedi ibn Majah dhe Daraqutniut që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë na janë lejuar dy lloj coftinash dhe dy lloj gjaçesh. Dy lloj coftina na janë lejuar në Islam dhe dy lloj gjaçesh. Gjaku, domethënë që në esencë gjaku është haram. Coftina dhe gjaku është haram. Mi po dy janë të lejuar. E para ka thonë peshku dhe karkalecat e detit janë të lejuar nëse gjenden në ngordhura në det, jo në ujërat të amla, në det. Dhe mëlçia e zezë dhe shpretka, mëlçia e zezë, mëlçia dhe shpretka që janë dhe gjallësat janë të lejuar, Por këto janë gjatë, prej gjakut të formuar. Janë të lejuar ngrënia e tyre. Mëlçia dhe shpretka janë të lejuar edhe të kafshët edhe të kafshët tjera, edhe të kafshët tjera, por edhe të peshqit të cilët domethënë janë në det. Këto janë të lejuar. Në esencë të gjitha të tjera prej coftinave janë haram, janë të ndaluar. Edhe një coftin të gjallësa tjera është e lejuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyet prej sahabëve, o i dërguari i Allahut, në qoftë se ne thotë e therrmi devën, ose e therrmi lopën, ose e therrmi delën, dhe në barkun e saj e gjejmë të vegjlin e saj të ngordhur. A na lejohet ngrënia e tij? A lejohet ngrënia e tij? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigj, ka thënë in shi'tum fakuluhu lianna zakatuhu zakatul Ka thënë nëse dëshironi hane, sepse therrja e kafshës nën është therrja edhe atij që është në bark, edhe atij që është në bark nëse nuk e del. Domethënë therrja e kafshës nën llogaritet sikur se therrja atij që është në bark. Nëse është i ngordhur e hani, nëse është i gjallë e therrni. Nëse është gjallë, se ke ditë për shembull, ki ka qenë një lop e majme bars, ose një bollicë, ose një dele, ose domethënë një dhije kështu me radhë, ose një deve, dhe kur e ke therrë ke marrë vesh që pas ka pas të vegjël në barkun e saj. Nëse është i ngordhur, ka thënë Resulullah, nëse dëshironi hane, nëse mos e dëshironi, mos e hani, gjuhën. Po nëse është i gjallë, therrni dhe vazhdoni hangren ngrënien e saj. Pra është në esencë e lejuar edhe kjo lloj coftine që gjenden në barkun e kafshës, e cila është therrë sipas shariatit Zotit xhalla sha'nuhu wa taqaddasat isma'u. Dashur vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj na tregon dhe thot: është ndaluar coftina dhe gjaku, sepse gjaku që therrët kafsha është haram pirja e tij ose ngrënia e tij, dhe është ndaluar juve mishi i derrit, lahm al-khinzir. Mishi i derrit është i ndaluar në të gjitha format në sheria. Qoftë i mbytur vet, qoftë i therrur, qoftë domethënë i varur, çka do të qoftë ai, mishi i derrit është i ndaluar në Islam. Qoftë dhjami i tij, qoftë lëkura e tij, qoftë çka do të qoftë prej tij, është i papastër. Është i papastër. Nuk ka mundësi rregjja e lëkurës së derrit, nuk e pastron. Lëkura e të gjitha kafshëve tjera pastrohet me kalimin e kohës, mund më u pastru. Me orejgjë që thojtë ne, edhe bëhet e pastër. Lëkura e derrit asnjëherë nuk e humb pa pastërti. Prandaj duhet me pas kujdes kohën e sotit, për arsye se ka pallto për lëkurës së derrit, ka kpucë për lëkurës së derrit, ka sandalle për lëkurës së derrit, ka veshje për lëkurës së derrit që është haram bartja e tyre. Është haram bartja e tyre. Nëse vesh me vedije nuk pranohet namazi jot. Nuk pranohet namazi jot. Me pas kujdes. I shkruan për shembull, sidomos palltot që janë të prodhuara për lëkurë, në xhepin e tyre ju shkruan se çfarë lëkure është. A është e lopës, a është e qenxhit, a është e derrit. Andaj muslimanin nëse e shet që është prej derrit, nuk i lejohet veshja e saj, nuk i lejohet blerja e saj.
Dhe nuk lejohet në asnjë formë ngrënia e tij. As për ilaç, siç thonë tani, po e ka një vijam, është ilaç për kjo, s'ka ilaç. Për arsye se Allah Azza wa Jall thot në hadith Resulullah, nuk e kalon shërimin e një smundje në ato që e ka bo haram. Rregull është. Këtë rregull do më shpjegoj xhailave, ignorantëve, sepse pin raki thot për shnet e kam. E pin dohanin se e kam për shnet. E anë mishin e derit se thot kanë thonë, ose vijamin e tij e përdor për gjë. Allahu Jalla wa Ala nuk e kalon shërimin e ndonjë smundjeje në ato që e ka bo haram. S'ka shërim për ti. Shërimin e smundjeve kalon në ato që është halal. Dhe është interesant pse deri është haram, do dashur vëllezër. Ne në esencë si musliman, kur vjen diçka që është haram, ne duhet me respektu. Sam'an wa ta'a, duhet me u bindë Allahut dhe pejgamberit e tij. E ditëm ne arsyen, nuk e ditëm ne arsyen, s'është më rëndësi. Allah Azza wa Jall është i bukur e don të bukurën. Fon, ato që e ka ndalu, s'është e bukur, është e shëmtuar. Ajo është e shëmtuar, e ka krijuar, e kryen një funksion në jetë, në ciklin e jetës, e kryen një funksion, po s'është për hangje, s'është për pije. Deri si deri kryen një funksion në natyrë. E ka një rol në natyrë që e ka kriju Allah Azza wa Jall për ta. Edhe pse ka athere që e ka kriju në anije Nuhut a.s. për t'i ngrënë fllitësirat e njerëzve që ka qenë në anije për shkak të përhapjes së virusit. Kjo është një prej athereve pse është kriju derë. Dhe sot në gjithë monë me miliona dera vetëm për migron kanalizimet mos mi qit jashtë në det. Për mos mi qit jashtë në det. Do më thonë, kjo është haram. Dhe është e vetmja kafshë e cila s'ka xhelozi. E vetmja kafshë e cila nuk ka xhelozi. Ngrënësi e saj e bën që t'ja hub xhelozi në zemër. Për shembull, nëse një dash ose një buall e shën një buall tjetër të afru te kopeja e tij, te femrat e tij, lopët e tij ose te delet e tij, ai nuk e lën ato, ai shkon dhe e sulmon. Ose te kuajt, ose i shën edhe vetë nëpër natyrë. Edhe i shën emisionet që janë nëpër natyrë. Do thonë kafsha si kafshë ka xhelozi. Edhe e sulmon ato që budon me sulmu kopën e tij, përveç derrit. Derri e shet derrin tjetër duke shku me ato që i ka në kopejë dhe se ka gale. Edhe ata që e ngrojnë derrin nuk kanë xhelozi. I shihni ju vetë për Evropën, ata nëpër koqësit që i kemë, s'kan xhelozi. Nuk kanë xhelozi pse i bëhet zinaja në familjet vet, pse i bëhet fllitësia në familjet vet, se kanë xhelozi këtë punë. Xhelozi e kanë vetëm ata besimtarë të cilët ja kanë frikën Allahut xhalla wa ala dhe nuk i ngrojnë gjërat e dyta, e ruhen prej tyre. Dhe kanë xhelozi në zemrën e tyre. Prandaj Allah Azza wa Jall, ato që i ka bë haram, janë haram për shumë arsye. Nëse ne nuk i dimë s'është më rëndësi është që Allah Azza wa Jall është i bukur, e don të bukurën, e don që robi me ngranë të bukurën. Nuk e don me ngranë ato që s'është e bukur, dhe s'është e lejuar dhe s'është halal. Dhe fund, pastaj është ndaluar ngrania e asaj kafshë e cila është therrur për idhuj. Dhe ka ndaluar Allah Azza wa Jall atë kafshë e cila është therrur jo në emër të Allahut subhanahu wa taala. Qoftë është therrur për idhuj, për fallxhor, për në raste të ndryshme, është e ndaluar ngrania e mishit të saj. Dashur vëllezër, është pyet Aisha radhiyallahu taala anha nga sahabët. Aisha ka qenë dietare e sahabëve. Është pyet Aisha radhiyallahu taala anha për ato që therrët kafshët prej atyre njerëzve të cilët janë jo musliman dhe i therrin për festat e tyre. A lejohet, ka thonë, me ngron mishin e tyre kur na i dhon hedije? Është pyet këtë pyetje Aisha. Ka thonë, ne jemi në temën e përvendë ndryshme, ka njerëz të huaj se musliman therrin kafshë jo në emër të Allahut, por në emër të festave të tyre, të idhujve të tyre, të zotave të kohë të tyre. A lejohet me ngron mishin e tyre? Ka thonë, nuk lejohet ajo e cila sakrificë i cila ju ka kushtuar asaj feste, po hani, ka thonë, prej pemëve të tyre. Jo prej mishit i cili është therr, jo në emër të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra është ndaluar më ngrani mish i cili është therr për put, është therr për festa që nuk janë festa tona.
për shirk, për idhujtari, për politeizëm, dhe ty të afron, është ndaluar ngrënia e atij mishi, mirë po nuk është ndaluar nëse të afron një pemë ose një perime, në mënyrë që mos ta kundërshtosh ato që ta ka dhënë prej pemëve. Mirë po jo prej mishit, sepse është ndaluar me ngrën mishi i cili është errë për diçka e jo për Allahun subhanahu wa taala. Këto pra janë 4 gjëra që Allah subhanahu i ka ndaluar në këtë ajet. Coftina, gjaku, mishi i derrit dhe ajo kafshë e cila është errë jo në emër të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj Allah subhanahu thotë: "Faman turra ghayra baghin wala 'adin fala ithma alayh. Inna Allaha ghafurur rahim." Ai i cili është i detyruar për ngrënë, jo me qëllim për ta shijuar haramin, as për të ta tepruar në ushqim, fala ithma alayh, nuk ka gjuna. Inna Allaha ghafurur rahim, Allah e fal gjuna. Detyrimi është në dy lloje. Detyrimi ndodh në dy lloje. Detyrim nga armiku edhe detyrim nga uria. Edhe një herë, qofse detyrohesh me ngrënë haramin, këtë rast coftinën, gjakun, mishin e derrit, ato që është therr jo në emër të Allah. Qofse detyrohesh nga armiku, po thotë ja ki me ngrënë ako me të mbyt, e ki të lejuar me ngrënë, me shpëtu jetën. Ose e dyta, kur je i uritur edhe po don me vdek, nga uria, në këtë rast e ki obligim me ngrënë, edhe pse është ndaluar në esencë, me shpëtu shpirtin tonë. Qoftë mishin e derrit, qoftë coftinën, qoftë diçka që e shet domethënë që ta shpëton jetën, qoftë edhe pirjen e alkoolit, qoftë s'ka kuni far ujë tjetër dhe ti po don me vdek nga jetja, i lejohet muslimanit përkundrazi detyrohet, sepse ka në hadith, nëse një njeri nuk ngran nga ajo që është ndaluar dhe vdes, ka më fut në xhenem. Hadith. Nëse një njeri, një musliman, nuk ngran nga ajo që është ndaluar, s'ka ushqim tjetër, po don me vdek, nuk ka ushqim tjetër, përveç coftinës, dhe ky nuk e han coftinën, vdes, ka në hadith që shkon në xhenem. Sepse jeta në këtë moment është më e rëndësishme se sa mos me ngron haramin. Mirë po, ka dhe mesele të dashur dhe në këtë çështje. Meselja është se një sahabe i Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot në ka rrugë skamja dhe uria shumë. Sa që jëmë detyru me shku me marrë tek një kopsh në Medine, disa kallin, më ushqy, disa tjeri këmë shti në gjep. Ka ardhët pronari i kopshtit, në ka godit, ma ka marrë thët ushqimin që e këmë fut në gjep, thët edhe më shku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ta dhe i këmë thonë i tërgu me Allah, kështu ndodhi, kështu veproj ky njeri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë atij pronarit kopshtit, as nuk e ke ushqy kur ka qenë i uritur, as nuk e ke eduku kur ka qenë i paditur. Dhe është pyet, ka thonë, pemët të cilët janë varura jashtë mureve, i lejohet njeriu me ngron prej tyre, qoftë edhe mrena kopshtit, i lejohet me ngron prej tyre, jo me marr me veti. Ka thonë, jepja një diçka me ngron tipa, sahabës edhe liraje. Ka thonë, ky ka ngron, po se ka di që s'duhet me marr me veti. Mi mush kesët dhe gjepa, dhe që Allah me pështu për tash mush e thejsin. Jo, ti e mon shpirtin gjallë edhe vazhdon, qëfse sheqi rrugtimi është i gjallë. Vdekja mund me zonë rrugës, mund është me marr diçka me veti. Por jo do me thonë me hymë me një kopsht me ngran, edhe me marr me veti me qese. I lejohet në rrethana të ndryshme, edhe kur s'ka uri, i shet do me thonë degat kanë pemt, jashtë të borreve kanë fruta, i lejohet njeriu me marr me tyre me ngran, por jo me marr me veti. Një mesele që është tjetër rëndësishme gjithashtu. Në qoftë se njeriu është duke vdek, prej etjes ose prej urisë, dhe afër vetes ka diçka që është haram, qoftë mish derrit, qoftë coftin. Mirë po është duke pa një kafsh që është halal, po s'është e tina. Nga kjo hadith kuptojmë që lejohet mieli i saj, ngrania prej saj, atë sa nuk i kalon kufit juridik të Islamit me denu pastaj shariati për vjedhje. Për shembull, edhe sheni kafsh që është halal, po s'është e jotja, të lejohet me shku me miel, me pi qumshtin e saj. Edhe mos me ngron coftinën këtë rast, sepse ajo ka përparësi.
Mirë po, ulema islami thonë, në qoftë se e sheni kafshë që është halal, kjo tjetra është haram, edhe ti po dëmë me vdek, po nuk e dim pronarin e saj. Thret 3 herë me Zot lart, o filan, a është e filanit dikujt kjo kafshë, a është e filanit, a është e filanit, s'lajmërohet askush. Lejohet me pi prej saj, lejohet me ngran prej saj me thirr. Edhe nëse vjen pastaj dikush që lajmërohet që është pronari i saj. Për arsye se në këtë rast jeta është më e rëndësishme dhe ngrania e kësaj që është halal është më e rëndësishme se sa e coftinës. Se sa e coftinës e cila në esencë është e ndaluar përveç atyre coftinat të cilët i përmendëm, ose edhe dy çështje lejohet prej coftinës që ne harrum i përmend, veza edhe qumshti i saj janë të pastra, ka në hadith për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Për shembull kanë gorë një pul, mi po ka vezë në brendësinë e saj, veza në këtë rast lejohet ngrania e saj, marrja e saj dhe shërbimi me ta, sepse është e pastër, ose kanë gorë një kafshë, mirë po, shifet që në brendësinë e saj ose në gjitë e saj ka qumsht, lejohet marrja e qumshtit përderisa nuk është kondenzuar, se nuk është prish, domethënë, kafsha komplet lejohet marrja e qumshtit sepse në këtë rast qumshti është i pastër përderisa nuk është përzime me coftinë. Këto janë disa rregulla të dashur vëllezër, disa rregulla që neve si musliman na japin këto dy ajete shumë të rëndësishme. O ju të cilët keni besu, hani nga ato të mira që ju kemi dhënë, falenderoni Allahun subhanahu wa taala nëse jeni vetëm ato që adhuroni, dhe dini o musliman që Allah subhanahu wa taala ju ka ndaluar coftinën, ju ka ndaluar gjakun, mishin e derrit dhe ato që është terr jo në emër të Allah subhanahu wa taala, të tjera ti keni halal përveç atyre që Allah subhanahu wa taala i ka ndaluar, në mënyrë që ne si musliman të dimë rregullat sheriatike sa i përket therit dhe të mishit. Arsye se në kohën e sot i dashur vëllezër, jemi të hangër mish në shumë të rasteve haram. Në shumicën e rasteve, ne si musliman jemi të hangër mish haram. Jemi të hangër coftin. Jemi të hangër coftin. Për arsye se askush nuk i kontrollon ato të cilat ne i marrëm prej pulave, prej mishit. Askush nuk i kontrollon. As nuk e din origjinën se pe ka vjen. As nuk e dim ka therrën. Para disa dite dul një fetva prej Komisionit Dietarëve në Libi, që kanë çu komisione të tyne në Brazil prej ka vjen mishi prej tyre dhe në vende tjera të huaja me shikue a therrën që ato pula që ai mish që vjen, a therrën së bazë të sheriat apo jo. Ai përmbushin synimet, objektivat e sheriatit apo jo. Dhe thot në asnjë prej fabrikave që therrën pulat ose mishi nuk i përmbushin sheriatikisht dispozitat e Allahut subhanahu wa taala dhe kanë dalë me vetva që ato mishna janë të ndaluar edhe pse ju shkruan në etiket halal. Për arsye se nuk therrën bazë asaj që Allah subhanahu wa taala ka thonë që është halal. Sepse ata kanë për tregti. Edhe ta bjen pulën e ngordhur e mbyt, pa e therr hiç. As nuk e therr kokën, nuk e kokën që ashtu e mbyt, edhe ty ta shet domethënë mishin dhe ne e ngrojmë. Prandaj më e mira e mirës në vendin tonë është që mi ngron produktet vendore. Produktet vendore, qoftë prej domethënë pulave që ne e kemi këtu në Gjilan Konsonin, qoftë prej mishnave që i kemi disa prej thertorëve që i therrin domethënë mishat ashtu siç duhet halal, domethënë qoftë orgjini, qoftë malësia, të cilat i therrin në bazë të sheriatit, domethënë therret kafsha, i derë dhe gjaku dhe pastaj domethënë mirret mishi ashtu siç duhet. Kemë edhe kasapin këto për koincidencë, ky vllavi është kasap, e din që therrën edhe në Kamenicën disa të tilla, andaj alhamdulillah kem, pse me marr produkte të tjera, me rrezikue veten tonë dhe me rreziku shëndetin tonë dhe me rrezikue fen tonë për arsye se nuk e dim çka jemi duke hangër, nuk e dim çka jemi duke hangër, apo hang coftina, apo hang domethënë gjëra të cilat ndoshta edhe kafshëve mjavçit kanë dëm. Edhe kafshëve mjavçit kanë dëm e lera më me ngran njeriu. Prandaj duhet shumë kujdesni këtë pikë, sepse ky ajet neve na mëson që muslimanit me kon syqel, duhet me ditë origjinën pse ka po vjen, po jo vetëm me shkruaj halal për arsye se the keni prej ulemat Islam Sheikh Ajnani rahmetullah alayh, kur i shpjegoi këto ajete thënë që prej Brazilit në kanal the ke Mekë, peshë të shkruar është therrën në mënyrë halal, peshku në esencë edhe i ngordhur është halal. Në esencë peshku edhe i ngordhur është halal. Sferët peshku, domethënë. Nuk therrët, po mbytet, është halal
vetëm e vetëm për ta shit si produkt dhe nuk I intereson atij, domethënë, a është I therrur halal 100% apo jo. Nuk e lutur Allahun që të na ruaj neve shëndetin tonë, na bëj për atyre besimtarëve që ne mësoni Allah azza wa jall ngrënien e halalit, largimin nga harami, na I pranon duat, na bëj për atyre besimtarë mustajabu da'wa që I pranon duat, sepse kjo aludon që muslimani ka ngrënë halal kur duaja e tij pranohet tek Zoti xhallahu ala. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.